Historia që do të lexoni më poshtë nuk është vetëm një rrëfim për dashurinë mes dy njerëzve nga kultura të ndryshme, por një pasqyrë e thellë e asaj se si një ëndër e ndërtuar me shpresë mund të kthehet në makt. Ajo flet për kurajen, përpjekjet për të ndërtuar një jetë më të mirë dhe plagët që lëdhuna, jo vetëm në trup, por në shpirt. Emri i saj është Arlinda. Një vajzë e re nga një qytet i vogël në jug të Shqipërisë, me ëndra të mëdha dhe zemër të madhe. Ajo ishte gjithmonë e përkushtuar ndaj familjes dhe punës, megjithatë, si shumë vajza të moshës së saj, kërkonte më shumë nga jeta. Rrethanat ekonomike. Mungesa e mundësive dhe ndoshta edhe një ndjenjë e thellë vetmi e shtyn drejt një vendimi që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Përmes një aplikacioni ndërkombëtar për njohje, Arlinda u njoh me Yun Ai, një burr kinez që jetonte në një qytet industrial afër Shangajit. Ai ishte vetëm pak më i madh se ajo në moshë, beqar, me një punë të qëndrueshme dhe i paraqiste vetes imazhin e një njeriu të kulturuar, të kujdesshëm dhe të interesuar për të ndërtuar një jetë në çift. Mesazhet ishin të përditshme, bisedat video gjithnjë e më të gjata dhe pas 3 muajsh ata vendosën të takoheshin. Kur ai erdhi në Shqipëri, e priti me buqeta me lule, dhurata dhe shumë respekt. Familja e Arlindës, ndonse e habitur për lidhjen me një të huaj, e mirëpriti me ngrohtësi, duke parë se vajza e tyre ishte e lumtur dhe e bindur në atë që kishte zgjedhur. Pas 2 javësh vizitë në Shqipëri, Yun Ai e ftoi Arlindën të shkonte në Kinë. Ai premtoi martesë, një jetë të mirë, mbështetje për t'u përshtatur dhe një fillim të ri, udhëtimi drejt së panjohurës. Arlinda mori gjithçka me vete, rrobat, dokumentet, kujtimet, por edhe një ndjenjë shprese që e mbante të fortë. Ajo mbërriti në Kinë në mes të një dimri të ftohtë, ku gjithçka ishte ndryshe, gjuha, ushqimi, sjelljet, mënyra e jetesës. Në fillim, gjithçka dukej magjike. Yun Ai e çoi nëpër qytet, i bleu rroba të reja, i tregoi vendet që frekuentonte dhe i premtoi se shumë shpejt do të nisnin një jetë të përbashkët të lumtur. Brenda muajit të parë, u martuan ligjërisht. Fotot e dasmës u shpërndan në rrjetet sociale dhe familja e saj në Shqipëri u ndje krenare. Por siç ndodh shpesh në histori të tilla, pas kartolinës së bukur, fshiheshin hije të errëta. Fillimi i dhunës, pas disa javësh, Yun Ai ndryshoi. Ai filloi të bëhej kontrollues, të dyshonte për çdo gjë që Arlinda bënte. Ajo nuk lejoi më të fliste lirshëm me familjen e saj në Shqipëri dhe çdo bisedë video duhej të bëhej në praninë e tij. Në fillim, ajo e justifikonte sjelljen e tij si xhelozi të pafajshme, por kur ai filloi ta fyente, gjërat morën një tjetër kthes. Ai filloi të bërtiste për arsye të kota. Pse ushqimi nuk ishte në kohë? Pse nuk e kishte lajmëruar kur doli në supermarket? Pse kishte veshur atë bluzë dhe jo një tjetër? Dhe një ditë, për herë të parë, e qelloi. Ishte një shuplak e papritur, e ndjekur nga një heshtje e rënë dhe një kërkim falje që nuk zgjati më shumë se disa orë para se të përsëritej. Izolimi, dita ditës, Arlinda ndjente se po mbytej. Jetonte në një apartament që nuk i përkiste më ëndrrës së saj, por një burgu ku çdo hap i saj vëzhgohej. Yun Ai i ndaloi t'i telefononte nënës së saj. Filloi t'i merrte telefonin me pretekstin se nuk i duhej. Kur ajo kërkoi të punonte, ai i tha, "Ti nuk ke pse të punosh. Unë të mbaj. Je gruaja ime." Në vend që kjo të ishte një shenjë dashurie, u bë mënyra e tij për ta bërë të varur. Ai nuk e lejonte të dilte vetëm nga shtëpia. Madje kishte instaluar kamera në çdo cep të apartamentit. Miqtë e vet kinezë shihnin Arlindën si një aksesor të burrit, një grua e huaj që duhej të rrinte e heshtur dhe të bindur. Ndërkohë, në Shqipëri, familja nuk dinte asgjë për ato që ndodhnin. Shtatzënia që ndryshoi gjithçka. Pas një viti, Arlinda mbeti shtatzën. Për disa ditë, ajo u ndje e lumtur. Mendoi se një fëmijë mund ta ndryshonte Yun Ai, mund ta bënte më të butë, më të dashur. Por ndodhi e kundërta. Ai u bë edhe më i dhunshëm, sidomos psikologjikisht. I thoshte se ajo ishte e paaftë, se nuk do të mund të ishte një nënë e mirë, se ai kishte bërë një gabim që e martoi. Shtatzënia u bë një makt. Ajo u përball me probleme shëndetësore, por Yun Ai nuk e çonte në spital.
Ai i akuzonte se simulonte për të marrë vëmendje. Vetëm pasi gjendja e saj u përkeqësua, ajo u dërgua me zor në një klinikë ku, për fat, një infermiere vuri re shenjat në trupin e saj. Ajo i foli me butësi në anglisht dhe Arlinda shpërtheu në lot Aratisja. Falë ndërhyrjes së infermieres, Arlinda u lidh me një organizatë lokale për ndihmën e grave të huaja të dhunuara. U deshën disa javë për të organizuar çdo gjë, sepse largimi nga burri do të nënkuptonte jo vetëm shkelje të ligjeve lokale, por edhe rrezik për jetën e saj. Më në fund, një ditë në muajin shkurt, ajo u largua nga apartamenti kur Yun Ei nuk ishte në shtëpi, u dërgua në një stres sekrete. Ndërkohë, ambasada shqiptare u njoftua dhe u bë pjesë e procesit për kthimin e saj në Atë. Ishte vetëm pak muajsh shtatzën, me trup të dobësuar, por me zemër të fortë. E vetmja gjë që e mbante në këmbë ishte ideja se po shpëtonte fëmijën e saj. Kthimi në Shqipëri, kur mbërriti në Shqipëri, as familja nuk e njohu në fillim. Ishte e dobët, e raskapitur, me sy të errët nga netët pa gjumë dhe plagë të vjetra. Por pas disa ditësh, ajo nisi të rilinë. Me ndihmën e një psikologeje dhe me dashurinë e familjes, filloi të ndërtoi një jetë të re, lindi një vajzë e shëndetshme, të cilën e quajti Shpresa, sepse për të, ajo ishte simboli i ringjalljes së saj. Ajo nuk kërkoi më kurrë kontakt me Yun Ei dhe përmes institucioneve ndërkombëtare, ia mohoi të drejtën për të pasur kujdestari mbi fëmijën. Sot, Arlinda është 28 vjeçe. Jeton në Tiranë dhe punon në një organizatë që ndihmon gratë dhe dhunuara. Ajo tregon historinë e saj jo për të marrë mëshirë, por për të paralajmëruar, për të dhënë forcë dhe për të treguar se edhe pas dhunës, errësirës, izolimit dhe frikës, ka gjithmonë një dritë që pret në fund të tunelit. Ajo thot shpesh: "Në fillim mendova se dashuria mjafton, por sot e di, liria është më e rëndësishme se çdo dashuri që të mbyt." Kjo është historia e saj. Një histori që vërtet ju lë pa fjalë, por që meriton të dëgjohet. Sepse ndonjëherë, pas një martesë që nis me buqeta lulesh dhe premtime dashurie, fshihet një realitet i errët që vetëm guximi mund ta shpëtojë.